Të nderuar shikues, ju përshëndes, do t'jemi së bashku në minutat e editarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Antarësimi i Bashkisë së Përmetit në rrjetin evropian Atrium përfaqëson një hap të rëndësishëm për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore dhe arkitekturës urbane të shekullit të 20. Ky rrjet ndërkombëtar synon të ruajë, interpretojë dhe promovojë trashëgiminë e ndërtuar në periudha historike të ndjeshme, duke e trajtuar atë si pjesë të rëndësishme të kujtesës kolektive europiane. Identifikimi një vatre të murtajës në tufat e të imtave në Libohov ditë më parë ka vënë në gjendje gatishmëri e strukturat përgjegjëse të Bashkisë Sarand. Drejtoria e Bujqësisë dhe Ushqimit në bashkëpunim me Policinë Bashkiake ndodhe në terren dhe po ndjekin nga afër situatën me qëllim parandalimin e përhapjes së sëmundjes. Sipas të dhënave zyrtare, në territorin e kësaj bashkie mbarështohen rreth 5.000 krerë të imta. Familja Beqari nga Nepravishta e Libohovës prej 5 vitesh është e përkushtuar në kultivimin e pjeprit dhe bostanit, dy kultura bujqësore të rëndësishme për zonën. Fillimisht ata e nisën me sipërfaqe të vogla, por fal punës së palodhur, përkushtimi dhe eksperiencës së fituar. Sot kultivojnë 30 dynim tokë, duke u shndruar në një shembull suksesi për bujqësinë lokale. Mbrëmjen e djeshme, qyteti i Tepelenës mirëpriti edicionin e dytë të festivalit Bilbilat e Labëris. Në këtë edicion marrin pjesë rreth 20 ansamble dhe grupe popullore nga të gjitha trevat e Shqipërisë. Festivali është një nismë që synon të ruajë dhe rigjallërojë identitetin kulturor dhe folklorin shqiptar, duke e kthyer Tepelenën në një qendër të rëndësishme të artit popullor për ditët e festivalit. Ju njohim tani më gjerësisht, antarësimi i Bashkisë së Përmetit në rrjetin evropian Atrium përfaqëson një hap të rëndësishëm për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore dhe arkitekturës urbane të shekullit të 20. Ky rrjet ndërkombëtar synon të ruajë, interpretojë dhe promovojë trashëgiminë e ndërtuar në periudha historike të ndjeshme, duke e trajtuar atë si pjesë të rëndësishme të kulturës dhe kujtesës kolektive europiane. Bashkia Përmet është zyrtarisht pjesë e rrjetit evropian Atrium, një bashkëpunim ndërkombëtar që synon ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë arkitekturore të periudhave totalitare në Evropë. Ky antarësim e lidh Përmetin me qytete të tjera që ndajnë një histori të ngjashme dhe të cilat kanë përkushtim ndaj reflektimit kritik mbi të kaluarën. Qëllimi i këtij itinerari është të promovojë vlerat e Këshillit të Evropës si drejtat e njeriut, demokracia, dialogu ndërkulturor, duke u fokusuar tek arkitekturat e shekullit të 20. Në muajin prill, po të njëjtit vit, u bë mbledhja e bordit të itinerarit dhe e pranuan aplikimin e Bashkisë Përmet. Drejtuesit e itinerarit Atrium erdhën në Përmet dhe na dorëzuan certifikatën e antarësimit në këtë itinerar. Përmes këtij antarësimi, Bashkia Përmet përfiton qasje më të gjerë në projekte evropiane të financuara, shkëmbime me partner ndërkombëtar, mundësi për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe nxitjen e bashkëpunimit akademik dhe kulturor. Përfitimi është aksesi në fond të Bashkimit Evropian, duke mësuar nga vendet e tjera që janë pjesë e këtij itinerari, pothuajse janë vende nga të gjithë Evropa, dhe të punojmë së bashku në fusha kryesore si puna me të rinj, turizmi i qëndrueshëm dhe dialogu ndërkulturor. Pa qenë pjesë e këtij itinerari, ne na kanë asistuar, na kanë ndihmuar për të përfituar dy projekte, ku një prej tyre është ky projekti e Urban Deco. Dy projektet kanë në pjesë e parë që ky projekti është për sa për shkëmbim eksperiencë me vendet që kanë lidhje problematika si ne, kurse projekti i artimi një strategji dhe një plani për sa i përket përdorimin e arkitekturës së shekullit të 20 në funksion turizmit të qëndrueshëm. Ky zhvillim pritet të ndikojë pozitivisht në pozicionimin e Përmetit si një destinacion kulturor evropian, duke krijuar mundësi të reja për komunitetin vendas, sidomos në fushën e turizmit, edukimit dhe ndërveprimit kulturor ndërkombëtar. Aplikacioni TEA këtë verë ofron një përvojë të përmirësuar dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë ata që dëshirojnë të eksplorojnë bukuritë natyrore dhe kulturore të vendit. Me aplikacionin TEA, Agjencia Kombëtare e Turizmit është e pranishme në çdo pikë hyrëse të Shqipërisë për të garantuar një rrjet sa më të përmirësuar të informacionit turistik. Në bashkëpunim me Policinë Kufitare në portin e Durrësit, turistët dhe vizitorët marrin të gjithë informacionin e nevojshëm për të pasur një
një përvojë të mrekullueshme në Shqipëri gjatë sezonit turistik 2025. AKT u sugjeron turistëve të shkarkojnë aplikacionin TEA dhe të zbulojnë gjithçka që ofron Shqipëria, nga plazhet, eventet kulturore, atraksionet natyrore dhe shërbimet e nevojshme. Përdoruesit e këtij aplikacioni vijnë nga 126 shtete të botës. Versioni më i fundit i TEA-s, guidës digjitale 360 gradë për turizmin në Shqipëri, përmban informacion të detajuar mbi plazhet publike dhe private për gjatë gjithë vijës bregdetare shqiptare, imazhe, përshkrime dhe koordinata të sakta për secilin destinacion bregdetar, mundësi raportimi të shkeljeve apo problematikave, duke e kthyer aplikacionin në një mjet bashkëpunues mes turistëve dhe institucioneve, evente kulturore, sportive dhe tradite, për të promovuar dimensionin shumëplanësh të turizmit në Shqipëri. Shërbime utilitare që ndihmojnë turistët në planifikimin dhe orientimin gjatë udhëtimit të tyre në Shqipëri. Identifikimi një vatre të Murtajës në një tufë të imtash në bashkinë e Libohovës pak ditë më parë ka vënë në lëvizje edhe strukturat përgjegjëse të Bashkisë Sarand. Drejtoria e Bujqësisë dhe Ushqimit në bashkëpunim me Policinë Bashkiake ndodhen në terren dhe po ndjekin nga afër situatën me qëllim parandalimin e përhapjes së sëmundjes. Sipas të dhënave zyrtare, në territorin e kësaj bashkie barështohen rreth 5.000 krerë të imta. Edhe pse Saranda rezulton e pastër në tufat e të imtave, identifikimi në Libohov ditë më parë i vatrës së bagëtive të prekura nga Murtaja ka vënë në alarm strukturat përgjegjëse. Sipas Mustafa Lamaj, drejtor në Drejtorinë e Bujqësisë dhe Ushqimit në Bashkisë, bashku me Policinë Bashkiake, janë në këmbë dhe edhe në terren duke e mbajtur në kontroll situatën edhe me kompetenca për vendimarrje. E gjithë Bashkia Sarand, ashtu si gjithë vendi, jemi të gjithë në alert. Jemi në kushte karantine. Kjo do të thotë që Drejtoria e Bujqësisë dhe Policia Bashkiake janë në krye të punës dhe janë vendimmarrës. Nuk lejojmë lëvizjen e bagëtive nga një parcelë në tjetrën, lëvizjen e bagëtive për të ushqitur ose kalimin e tyre nga kullota dimërore në kullota verore. Kjo është taksative pa negociueshme. Zero lëvizje bagëtish. Sa më të izoluar ati mbajmë, sa më larg njëra tjetrës, aq më mirë është. Ka një gjë, është një sëmundje mbartur, ardhur, e re, nga vendet fqinje, e kanë kaluar vendet fqinje. Ju di një gjë që përhapet në 100% të gjë së gjallë aty ku bie, në 100%. Pra në një rast do ta zgjesohet 100% e tufës. Ka edhe një problem tjetër, është rrit 2-3 ditë e fshehur, pastaj shfaqet. Në ato 3 ditë që kafsha është e infektuar dhe nuk e shfaq sëmundjen, mund bëj transmetimin në shumë bagëti. Lama thot se me gjithë monitorimin e shumë fishuar që bëhet në terren, nuk është e lehtë që kjo shkallë ndërgjegjësimi të kalojë te blegtorët. Shumica e tyre sipas tij janë të prirur të fshehin sëmundjen. Blegtorët kanë një problem. Mundësisht të kenë ta fshehin sëmundjen, sepse çon azgjësimin e gjithë tufës, një rast. Janë sensibilizuar, i është thënë me qindra herë, është shumë akute, shumë problematike. Prandaj këtu ngulmen më shumë. Erdhi rasti, duhet të lajmërohet menjëherë. S'ka asnjë zgjidhje tjetër. Kemi vetëm një avantazh, që temperaturat e larta 35 deri 37 gradë e azgjësojnë këtë lloj, presojmë që deri në shtator të zerohet si sëmundje dhe i kemi izoluar, por duan ujë. Prandaj dhe lëvizja e tyre në vendburimet në lumet që kemi bëhet shumë e komanduar, shumë e kontrollueshme që mos kemi as bashkim të baktive dhe as transmetim nga njëra tek tjetra. Në territorin e Bashkisë së Sarand, referuar kontratave të lidhura për kullota, raportohet se mbarështohen 5.000 krerë të imta. Në situatën e re, kërcënuese nga Murtaja, po bëhet kujdes i shtuar që masat e marra të japin efekte parandaluese ndaj prekjes për çdo krerë, pasi prekja një bagëtie të vetme çon në mënyrë kategorike në azgjësimin e gjithë tufës. Familja Beqari nga Nepravishta e Libohovës prej gati 5 vitesh po kultivojnë pjepër dhe bostan, dy kultura bujqësore të rëndësishme për zonën. Fillimisht ata nisën me sipërfaqe të vogla, por fal punës së palodhur, përkushtimi dhe eksperiencës së fituar, sot kultivojnë 30 dynim tokë, duke u shndruar në një shembull suksesi për bujqësinë lokale. Në fshatin e Pravisht të Bashkisë Libohu, familja Beqari prej 5 vitesh është përkushtuar në kultivimin e dy kulturave bujqësore,
atë të Pjeprit dhe Bostanit. Fillimisht me sipërfaqe të vogla, ata kanë arritur të rrisin gradualisht prodhimin, duke u bërë një shembull suksesi në zonë. Fal punës së palodhur dhe kujdesit, sot kjo familje kultivon 32 nymë tokë me këto kultura bujqësore. Për neve është viti 5 që mire me këtë punë, me punën e Bostanit, edhe vit pas viti jemi shtuar, nga pak, gradualisht. Këtë vit jemi në një mas shumë të madhe, të mbjedash. Duke parë tregun, duke parë kërkesat, menduam të shtonim këto kultura bujqësore. Duke parë tregun, edhe pse jo mos të shtojmë, nga që mund të qene në eksport madhin. Vitin e kaluar për shembull çuam disa gjëra të vogla për eksport, Estoni dhe Lituani. Sepse kishte e mas edhe mos ta çonim dëm ta çonim eksport. Një ndër arritjet më të mëdha të familjes është sigurimi i një tregu të qëndrueshëm për shitjen e prodhimit. Kjo ka bërë që puna dhe investimi i tyre të shpërbleje në mënyra të vazhdueshme. Produktet e tyre shitjen jo vetëm në tregjet lokale dhe rajonale, por edhe jashtë vendit, duke kthyer familjen Beqari në një model suksesi për bujqësinë e zonës. Tani në këtë periudhë vetëm vaditjen, ujë, vetëm ujë dhe prashitje, edhe prerjen e majës, vetëm këto gjëra ka në këtë lloj periudhe, këto lloj shërbimesh. Pastaj hym te vjelja, në shitje. Po deri më tani mirë duket. Duket mjaft mirë bima, tani nuk është çdo gjë në dorën tonë. Kemi që i çomë këto produkte Sarandën, kemi dhe Gjirokastrën. Po edhe më vonë duke bërë mund të çojmë në eksport. Familja Beqari në nepravisht dëshmon se përkushtimi dhe puna e vazhdueshme sjellin rezultate të prekshme. Me zgjerimin e sipërfaqeve kjo familje po kontribuon jo vetëm në zhvillimin ekonomik lokal, por edhe në promovimin e bujqësisë cilësore shqiptare, një shembull frymëzimi për të gjithë fermerët e zonës. Gjatë muajve të parë të këtij viti, qyteti i Gjirokastrës ka përjetuar një rritje të ndjeshme për pasuritë e paluajtshme, si për qëllime banimi, ashtu edhe për investime turistike. Sipas të dhënave paraprake, çmimet e apartamenteve janë rritur me rreth 20% krahasuar me një vit më parë, duke reflektuar kërkesë të lartë të ofertës dhe duke kufizuar një situatë problematike për banorët dhe të interesuarit për blerje apo qira afatgjat. Kohët e fundit në Gjirokastër është rritur kërkesa për apartamente me qira dhe për blerjen e tyre. Agjenti imobiliar thonë se përpos kërkesës nuk ka ambiente pasi shumica e tyre jepen në booking. Nga janari deri në muajin qershor, kërkesa për blerje ka, por aktualisht nuk kemi prona, nuk disponojmë shumë prona. Me fjalë, kërkesa ofertë është më e lartë kërkesa se sa shitja. Një pjesë e pronave ndodhen në booking dhe për turista, me fjalë që i shërbejnë, por që e kemi hasim këtë lloj problemi. Për sa i përket zonës muzeale nuk kemi fare aktualisht. Gjitha pronat, ashtu si tham, që nuk i shesin për shitje, i vendosen të gjitha në booking. Kërkojnë vetëm shtetas të huaj, por edhe këta venda si janë, çmimet është prapë çmimi i lartë. Krahasuar me një vit më parë, çmimet për shitje kanë pësuar një rritje me rreth 20% më shumë, ndërkohë që dhe apartamentet me qira variojnë nga 25.000 lekë të reja deri në 40.000 lekë. Me vitin e kaluar kanë akoma rreth mbi 15-20% mbi vlerën e kaluar. Para nuk gjen, dhe ato që gjenë kanë problematik, dhe e dyta pra saj çmimi është ajo që bën diferencën. Jo se nuk ka në këtë lloj forme, por që kërkesa është e lartë, por jo për këtë lloj çmimi. Klientët që preferojnë të blejnë apartamente apo të marrin me qira nuk janë vetëm vendas, por kryesojnë edhe ata të huaj si italian apo holandez. Muaj maj në qendrën shëndetësore të Bashkisë Konispol ka regjistruar numrin më të lartë të vaksinimeve për fëmijë në kuadër të kalendarit të detyrueshëm të vaksinimit. Stafi mjekësor ju bën thirrje prindërve që të mos neglizhojnë vaksinimin e fëmijëve të tyre, pavarësisht temperaturave të larta gjatë stinës së verës. Gjatë muajit maj në qendrën shëndetësore të Bashkisë Konispol janë vaksinuar 16 fëmijë. Procesi vaksinimit ka vijuar normalisht me mbështetjen e stafit mjekësor dhe angazhimin e prindërve, pavarësisht temperaturave të larta të sezonit. Bluzat e barta të kësaj qendre këshillojnë që prindrit të mos neglizhojnë vaksinimin, edhe pse jemi në muajt më të nxehtë të vitit. Fëmijët këtu janë me planifikim, sepse kemi dhe të ardhur
dhe ne planifikojmë në bazë të lindjeve që ka Konispoli, planifikojmë vaksinimi i fëmijëve, siç janë variojnë në lindje, në 2, 4, 6, 1 vit, siç është kalendari i vaksinimit. Dhe bëhen të gjitha me planifikim. Faktikisht kjo është, e themi me keqardhje, por numri i vaksinimit, numri i lindjeve të fëmijëve ka rënë shumë. Marrim në fundi përderisa qershori nuk e kemi mbyllur, është kryer një vaksinim me 16 fëmijë, që variojnë nga mosha 0 deri në 18 vjeç. Krahas vaksinimit, bluzat e bardha japin edhe këshilla për mbrojtjen e fëmijëve në këto ditë të nxehta. Sipas tyre, vaksinat mbeten një mbrojtje e sigurt dhe domosdoshme për shëndetin e fëmijëve, ndaj çdo vonese apo shmangje e tyre mund të sjellë pasoja serioze. Gjatë muajve të verës është e rëndësishme edhe për nënat të kujdesen që fëmijët të jenë sa më shumë të hidratuar. Gjatë pikut të verës të mundohen mos të dalin jashtë, kur është ora 11 deri në 4 mbasdite, dhe sa më shumë ujë, sa më shumë të hidratuar. Të evitojnë vendet me diell, të rrinë sa më shumë në hije, të veshin sa më shumë mbeshje pambukur. Qendra shëndetësore e Konispolit vijon të jetë në shërbim të komunitetit duke ofruar vaksinin në kohë dhe këshillim të vazhdueshëm për prindrit. Edhe pse temperaturat janë të larta dhe vera sapo ka nisur, kujdesi për shëndetin e fëmijëve nuk duhet të njoftin. Vaksinimi mbetet një ndër hallkat më të rëndësishme për parandalimin e sëmundjeve, ndaj mjekët apelojnë për ndërgjegjësim të vazhdueshëm. Prej gati 8 vitesh, artistja Amantia Rokaj është e angazhuar në krijimin e veprave artistike nga materiale të riciklueshme, ku bizhuterit janë ato që zën vendin kryesor në punën e saj. Ajo ju jep jetë objekteve që në pamje të parë janë të dëmtuar apo të pavlera, duke i shndruar në krijime unike dhe artistike nëpërmjet fantazisë dhe mjeshtërisë së saj. Gjatë eventit Ulqini në Gjirokastër që u zhvillua në qytetin e Gurt, Amantia ekspozoi 25 punime, të gjitha të realizuara me dorë dhe për kushtim, me qëllim zhvillimin e artit. Këto punime artistike vijnë nga Athina, mbajnë autorsinë e Amantia Rokajt, e cila përdor materiale të riciklueshme për të bërë këtë lloj arti ku çdo krijim është unik. Përbëhet në mjete të riciklueshme, edhe vjen nga Athina për ju. Thjesht fantazi e momentit. Në lidhje me mjetet që ndodhen përpara me dhe çdo figurë nuk përsëritet dy herë. Amantia si lëndë të parë përdor bizhut, e si të shpret, vajza që studimet i ka përfunduar për laborante dentare, u jep jetë atyre edhe pasi ato dëmtohen. Bizhut e femrave që blejnë pa mas, një moment prishen, edhe vinë duart e mia thjesht. Dhe jetojnë, vazhdojnë të jetojnë. Sa punime ke? 25. Sa kohë ke që merre? 8 vjet e fundit. Kam mbaruar për laborante dhëmbësh, por e vazhdova të krijoj diçka tjetër. Mund të them që e praktikoj dhe tek veprat, se laborante dentare ka të bëj me krijimin. Është përsëri krijim. Ja vlen të merresh me këtë punë? Për mua është kënaqësi. Është njeh njerëz të rinj, u zoton, merr pëlqimin. Mua më mbush dhe më mjafton. Punimet e saj interesante, Amantia i ka prezantuar në disa qytete të Shqipërisë dhe Greqisë, por më të tërhequra siç pohon ajo janë nga vendet europiane. Në 8 vite ka realizuar mbi 400 tablo të tilla, duke vënë në punë fantazinë dhe bizhut që i blen në një treg në kryeqytetin grek. Në Athinë kemi një treg të veçantë që shiten. Nuk është kaq e vështirë. Kanë shumë pëlqim, shumë interes, por më shumë interes kanë jashtë Athinës, domethënë Evropa, në përgjithësi. Shqipëria ka interes, ka pëlqim, por nuk ka njohjen. Nuk ka njohjen e këtij lloji arti. Amantia ishte në qytetin e Gurt në aktivitetin Ulqini në Gjirokastër, ftuar nga pala ulqinake, ndërsa në planet e afërta të saj është çelja një ekspozite në qytetin e lindjes Tiranë.
Mbrëmjen e djeshme, qyteti Tepelenës mirëpriti edicionin e 2 të festivalit Bilbilat e Labëris. Në këtë festival marrin pjesë rreth 20 ansamble dhe grupe popullore nga të gjitha trevat e Shqipërisë. Festivali është një nismë që synon të ruaj dhe të gjallëroj identitetin kulturor dhe folklorin shqiptar, duke kthyer Tepelenën në një qendër të rëndësishme të artit popullor gjatë ditëve të festivalit. Bilbilat e Labëris mbrëmjen e djeshme në qytetin e Tepelenës çelën edicionin e 2 të këtij festivali, ku jehuan zërat e shumëfisht të polifonisë në një atmosferë plot emocion. Përfaqësues të grupeve folklorike sollën në skenë thesaret e këngës labe, duke krijuar një lidhje të ngrohtë mes brezave dhe traditës. Unë jam me grupin e Imarës, grupi karakteristik polifonik i Imarës. Sot ne marrim pjesë këtu me një këngë të veçantë për Qiriako Kapasin. Ne jemi grupi vlla nga qyteti Kavajës. Ne të përfaqësohemi me vallën e humoristike të Dashit, një vallë dyshe grash, edhe një këngë të kënduar. Përfaqësoj grupin e Mirditës. Kemi 2 valle dhe do të argoj një motiv dasme. Pjesë e kësaj mbrëmjeje festive ishte edhe panairi me produkte të zonës dhe ekspozita artizanale që shtuan ngjyrat dhe shijet e vendit në këtë takim kulturor. Po promovojmë konkretisht të gjitha produktet e zonës tonë, të gjitha produktet të gatuara dhe të pagatuara, me kulinarin, me produktet e stanit, me artizanalin aty, edhe me produktet e tjera aty të konservuara. Unë sot kam marrë pjesë me gatime tradicionale shqiptare, me byrek, petanik, revani, pite, ambëlsira, për të promovuar për turistët që vijnë, për qytetarët tanë, për të gjithë që marrin pjesë në këtë aktivitet kaq të bukur që bëhet në Tepelenë. Pjesëmarrës në këtë festival janë rreth 20 ansamble dhe grupe popullore nga të gjitha trevat e Shqipërisë. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë, miru takofshim.